إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Të gjitha lavdërimet I takojnë Allahut subhanahu wa taala. Atë lavdërojmë, ndihmë dhe falje vetëm prej Tij kërkojmë. I kërkojmë mbrojtje Allahut nga e keqja veteve tona dhe punëve tona. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kusht ta humb, ndërsa atë që e çojnë humbje nuk ka kusht ta udhëzoj. Dëshmoj se s'ka të adhuruar tjetër më të drejtë përveç Allahut vetëm pa ortak, po ashtu dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe I dërguari I Tij. Lëvdata e shumtë dhe shpëtimi I madh I Allahut qoftë mbi të, mbi familjen dhe shokët e tij, si dhe mbi të gjithë ata që I pasuan ata me përpikmëri deri ditën e Kiametit e më pas. Vëllezër të nderuar, vazhdojmë mësimin në librin Vlerat e Islamit të Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab Allahu më shëroft. Këtë libër kemi thënë që e kemi me shpjegimin e Sheikh Salih Al Fawzanit Allahu ruaj. Dhe në mësimin e kaluar mbërritëm tek kapitulli apo tek tema hyrja në Islam. Në këtë temë autori Allahu më shëroft përmend argumentet të cilat e nxisin dhe e shtyn njeriu që të futet në fenë islame, ta pranoj fenë islame dhe t'i përmbahet kësaj feje, sepse kjo është feja e vetme e pranuar tek Allahu subhanahu wa taala. Kjo është feja e vetme e pranuar tek Allahu subhanahu wa taala, dhe çdo kush që kërkon fe tjetër përveç saj nuk do t'i pranohet tek Allahu azza wa jall. Pra, nuk ka rrugë tjetër që njeriu të fitojë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, që të fitojë në këtë botë dhe në botën tjetër, përveç se duke ecur në rrugën për cilën ai ka urdhëruar që të ecet, që është feja islame, që është feja e islame, ashtu sikurse e përmendëm që Allahu azza wa jall thot: "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu." Pra, kjo është rruga ime e drejtë, ndaj ndiqeni atë. Pra, rruga e fesë islame. "Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili." Dhe mos ndiqni rrugë të tjera përveç pra rrugës së fesë islame, të cilat ju përçajnë juve nga rruga e tij. Dhe tham neve që Mujahid, Allah më shërof, duke komentuar ka thënë se këto rrugë të tjera janë bidatet dhe dyshimet, janë bidatet dhe dyshimet. Vëllezër të nderuar, kjo fe e cila e çon njeriu në lumturinë e kësaj bote dhe botës tjetër, që është feja islame, pra që kemi thënë ajo është adhurimi I Allahut vetëm pa ortak dhe lënia e adhurimit të çdo gjë tjetër veç Allahut azza wa jall. Për këtë fe Allahu subhanahu wa taala ka dërguar një të dërguar dhe ka vendosur atë si udhëheqës në këtë rrugë. Pra nuk mundet njeriu që vetë të eci në këtë rrugë përveç se duke pasur një udhëheqës dhe një prijes, I cili do ta orientojë atë në rrugën e drejtë. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashtu sikurse përmendëm edhe në mësimin e kaluar, ka thënë që kullu ummati yadkhulun al-janna illa man aba. I gjithë ummeti im do të futet në xhenet përveç atij I cili refuzon. Sahabët I thanë, po kush është ai dërguari I Allahut që refuzon? Tha, man ata'ani dakhala al-janna. Kush më bindet mua do të futet në xhenet. Ndërsa kush man asani, kush më kundërshton mua, faqad aba. Ai ka refuzuar. Pra, është kusht që neve të ndjekim sunetin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam me qëllim që të arrijmë ta përmbushim këtë fe madhështore, pra që është tauhidi I Allahut vetëm pa ortak. Prandaj
Edhe diçka tjetër që kërkohet gjatë ecjes në këtë rrugë është që njeriu duhet i përmbahet sunetit, por se duhet të qëndrojë dhe larg bidateve, të cilat e kundërshtojnë sunetin e të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Prandaj që në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam paralajmon dhe thot: "Men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad." Ai i cili shpik në fen ton diçka që s'është prej saj, atëherë ajo është e refuzuar. Pra nëse një njeri don që të adhurojë Allahun subhanahu wa taala dhe të arrijë kënaqësinë e tij, duke adhuruar atë me bidate apo me gjëra të tjera që nuk janë pjesë e fesë son, atëherë ajo është e refuzuar dhe Allahu i lartësuar ka përgatitur dënim për të. Pra, autori Allahu mëshiroft në këtë temë ka përmendur argumentet pra të cilat nxisin për ndjekjen e fesë islame dhe që nxisin për ndjekjen e sunetit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, sepse ajo është rruga e vetme me të cilën arrihet shpëtimi në këtë botë dhe në botën tjetër. Ndërsa sot vazhdojmë me argumentet e tjera të cilat nuk arritëm dot që t'i përfundojmë në radhën e kaluar. Ndaj, thot autori Allahu mëshiroft, thot dhe në Sahihun e Bukharit, nga Hudhaifa radiallahu anhu transmetohet se ka thënë: "Ja ma'ashara al-qurra, istaqimu faqad sabaqtum sabqan ba'ida, fa in akhadhtum yaminan wa shimala laqad dalaltum dalalan ba'ida." Thot: "O ju grup i lexuesve, pra i lexuesve të Kuranit, istaqimu, përmbajuni Kuranit, dhe nëse ju e bëni këtë, atëherë keni ecur shumë përpara." Pra, keni ecur përpara në mirësi. Dhe nëse ju merrni djathtas e majtas, atëherë keni humbur me një humbje të largët dhe të madhe. Këtu Sheikh Salih Al-Fuzani, Allahu e ruaj, shpjegon dhe thot: "Ky ether, ky transmetim është një transmetim që transmetohet nga Hudhaifa radiallahu anhu. Dhe Hudhaifa radiallahu anhu futej në xhami dhe ndalej dhe qëndronte në këmbë mbi mexhliset ku jepesh mësim. Në mexhliset ku jepesh mësim dhe që lexohej Kurani. Pra mbi ata të cilët mësonin Kuranin në xhami. Dhe u thoshte atyre: "In istaqamtum faqad sabaqtum sabqan ba'ida." Nëse ju i përmbaheni Kuranit, atëherë keni ecur shumë përpara. Pra në mirësi. Do me thonë, thot shehu, nëse ju i përmbaheni Kuranit, të cilit ju po e mësoni dhe i përmbaheni të punuarit me të, kjo pra është ajo që kërkohet, sepse qëllimi është që të kapesh pas Kuranit dhe të punosh me të. I përmbahesh Kuranit dhe të punosh me të. Ndërsa ai i cili e lexon Kuranin, por se nuk zbukurohet dhe nuk stoliset me edukatën dhe moralin e Kuranit, dhe atëherë ky njeri pra ka devijuar nga libri i Allahut. Pasi Kurani është rruga e drejtë. Ai cili kapet pas saj, ai shpëton. Rruga e drejtë, pra kush hecë mbi të shpëton. Ndërsa kush heq dorë prej kësaj rruge apo e anashkalon atë, atëherë ai devijon, shkatrohet dhe humbet, thot shehu. Pra ky ether, ky transmetim përmban pra përkujtim nga Hudhaifa radiallahu anhu për lexuesit e Kuranit që ata të mos kufizohen vetëm thjesht tek leximi i Kuranit apo tek tajwidi i Kuranit dhe tek zbukurimi i zërit të leximit të Kuranit. Gjithashtu, pra kjo është paralajmërim që ata mos t'i përmbahen vetëm kësaj gjëje dhe duke e lënë mbasdore meditimin e Kuranit dhe të punuarit me të apo të stolisurit me moralin e Kuranit.
Dhe ai njeri që e bën një gjë të tillë, pra që heq dorë dhe vetëm thjesht mjaftohet me leximin e Kuranit dhe mësimin e tajwidit, atëherë ai nuk konsiderohet prej njerëzve të Kuranit. Nuk konsiderohet prej atyre të cilëve e ndjekin Kuranin dhe që punojnë me të. Ndërsa ai person që e lexon Kuranin dhe stoliset me edukatën dhe moralin e tij, atëherë ai është prej pasuesve të Kuranit, edhe nëse është një njeri i thjesht i cili nuk lexon Kuran. Pra, ky është më i mirë se sa ai i cili lexon dhe nuk punon me të. Pra, shehu thekson dhe thot tu që neve nuk do të mjaftohemi vetëm thjesht me lexim, por se duhet ta meditojmë Kuranin edhe të punojmë me të dhe të ndjekim shembullin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i cili e lexonte Kuranin, e meditonte atë dhe ishte i pari që e zbatonte atë dhe hiqte dorë nga ndalesat që kishin ardhur në të. Prandaj që kur Aisha radhiyallahu anha u pyet se cili ishte morali i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, Aisha radhiyallahu anha tha kana khuluquhu al-Quran. Morali i tij ishte Kurani. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të gjithë Kuranin arriti ta zbatoi në jetën e tij të përditshme dhe e la atë dhe si sunet për ne që ne ta ndjekim atë. Pastaj autori, Allahu mëshiroft, përmend një ether tjetër, një transmetim tjetër dhe thot nga Muhammed ibn Waddah transmetohet se ai hynte në xhami dhe qëndronte mbi mexhliset e dijes. Dhe aty përmendte dhe thoshte atë çfarë kishte për të thënë dhe pastaj thoshte na ka njoftuar neve Ibn Uyeyna, nga Mujalid, nga Sha'biu, nga Masruq, i cili transmeton se Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu ka thënë: "Laysa 'amun illa walladhi ba'dahu asharru min. La aqulu 'amun amtaru min 'am, wala 'amun akhsabu min 'am, wala amirun khayrun min amir, lakin dhihabu 'ulama'ikum wa khiyarikum thumma yahduthu aqwamun yaqisuna al-umur bi ara'ihim fayuhdamu al-islam wa yanthalim." Thot ka thënë Ibn Mas'udi radhiyallahu an, nuk ka vit që ikën, pra vetë sa i tjetër që vjen pas ti është më i keq se sa ai që iku. Dhe nuk them që një vit ka më shumë shi se sa një vit tjetër. As nuk them që një vit ka më shumë frytdhënie, pra ka më shumë bollëk se sa një vit tjetër. As nuk them që një prijes është më i mirë se një prijes tjetër, por se kam për qëllim largimin e dietarëve tuaj dhe e njerëzve më të mirë të tuaj. Pastaj do dalin njerëz të cilët i masin gjërat me logjikën e tyre, pa me mendjen e tyre. Dhe kështu Islami do të shkatrohet dhe do të prishet. Thot Sheikh Salih Al-Fuzan, Allah rujt. Thot Muhammed ibn Waddah është prej dietarëve të cilët kanë shkruar libra në lidhje me bidatet dhe i kanë sqaruar ato. Dhe ai ka një libër që është i botuar në lidhje me bidatet dhe titullohet Bidatet dhe ndalesa prej tyre, Al-Bid'u wan-Nahyu anha. Pra ky është një dietar pra që ka folur dhe ka shkruar për bidatet. Dhe ky ether i transmetuar nga Ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, që transmetohet nga ky dietar Muhammed ibn Waddah, Allah më shëroft, këtu Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu transmeton dhe njofton se njerëzit do të vazhdojnë që të paksohen. Çdo vit do të ketë më pak njerëz se sa viti pra që shkoi. Dhe kjo është ashtu sikur se ka ardhur në hadithin e Enesit radhiyallahu anhu, kur
ati i shkuan disa njerëz që t'i ankoheshin për Haxhaxhin dhe për padrejtësitë që vuanin dhe përjetonin prej tij. Haxhaxhi ibn Yusuf al-Thaqafi, ky ishte një prijes prej dinastisë Beni Umayya, një prijes i padrejt, gjakderdhës, i cili ka vrarë shumë njerëz dhe ka burgosur shumë njerëz. Pra erdhën tek Enesi disa njerëz që tankoheshin për të dhe për padrejtësinë e tij. Mirë po Enesi radiallahu an u tha atyre, isbiru fa innahu la ya'ti 'amun illa walladhi ba'dahu sharrun min. Bëni durim sepse nuk ka vit që vjen veç se ai që vjen pas tij është akoma më i keq. Këtë e kam dëgjuar, thot Enesi, nga pejgamberi juaj sallallahu alaihi wasallam. Prandaj thot Shej Fuzani, sa herë që kalon koha, pra ikën një kohë dhe vjen tjetra, atëherë aq herë shtohet edhe e keqja. Dhe kjo nënkupton që njerëzit duhet ruhen dhe të bëjnë kujdes nga fitnet dhe nga të këqijat. Pra Shej Fuzani, Allahu ruajt, këtu thekson që njeriu duhet bëj kujdes dhe të ruhet nga të këqijat. Dhe po të shikojmë në kohën tonë, ta marrim pra fjalën e Enesit dhe ta shikojmë, ta praktikojmë në kohën tonë, do të shikojmë që në vendin kur ne jetojmë e keqja është përhapur kudo. Duke filluar bixhozi, alkooli, kamata, prostitucioni, imoraliteti, po ashtu droga dhe gjitha pijet narkotike, vrasja po ashtu, pastaj po të shikosh edhe bidatet dhe shirkiatet janë përhapur shumë. Madje nëse do të vëmë re, për shembull, sa i përket besimit bektashi, ata kanë lëshuar rrënjë Shqipëri, edhe s'kan lënë vend vetëm se kanë ndërtuar tyrbe dhe teqe në të cilat i bëhet shirk Allahut Azza wa Jall. Prandaj mund përmend vetëm disa prej tyre me qëllim që krijojmë një ide se sa e madhe është përhapja e shirkut në Shqipëri. Për shembull, tyrbja apo teqja e Sari Salltikut. Ajo është një teqe në qytetin e Krujës, e cila është ndërtuar për nder të Sari Salltikut, i cili ishte një klerik apo predikues i besimit bektashi. Thuhet, sipas pretendimit të tyre, se ai ka shkelur dhe ka lënë gjurmë në qytetin e Krujës në vitet e para të vitit 1300. Bëhet fjalë para 700 vjetësh. Para 700 vjetësh. Dhe në një postim që pash, thoshte njëri, qofshi gëzuar o bablok Sari Salltik, baba e paqim ndihmën tënde gjithmonë. Ndërsa një tjetër në koment thoshte, na ndihmo. Dhe tjerë pastaj me shumicë thoshin amin. Pra kjo duket qartazi që njerëzit i kërkojnë ndihmë dikujt tjetër veç Allahut Azza wa Jall, pra i luten dikujt që nuk u bën as dëm dhe as dobi. Ashtu sikurse ka thënë Allahu i lartësuar, thot innal ladhina tad'una min dunillah ibadun amsalukum. Me të vërtetë, ata të cilët ju i luteni përveç Allahut janë robër sikurse ju. Fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. Lutjuni atyre dhe let ju përgjigjen juve nëse jeni të drejtë në atë që thoni. Pra kjo është sfidë nga Allahu Azza wa Jall që ti luten atyre dhe ata let u përgjigjen. Ndërsa në një ajet tjetër thot Allahu Azza wa Jall, alladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Ata të cilët ju i luteni përveç Allahut nuk posedojnë dëm apo dobi asa cipa e holl e hurmës. Pra hurma ka bërthamën brenda dhe bërthama mbështillet nga një cipë e bardhë e holl. Asa kjo cipa nuk kanë, pra nuk posedojnë dobi edhe dëm ata cilën lutën përveç Allahut Azza wa Jall. In tad'uhum la yasma'u du'aakum.
Nëse ju i luteni atyra, ata nuk e dëgjojnë lutjen tuaj. Walau sami'u ma stajaba lakum. Dhe nëse ata do ta dëgjonin, ata nuk do t'ju përgjigjeshin juve. Pra, po të shikoni, shirku është tej mase i përhapur në Shqipëri, sidomos nga besimi i bektashive, që është një besim i devijum dhe jashtë islamit. Teqet po t'i numrojmë nuk kanë numrume. Teqja e Frashërit, teqja e Baba Tahir Nasibiu thot, më përmet. Teqja e Melçanit, kjo bëhet fjalë në Korçë. Teqja e Kuzum Baba në Vlorë. Teqja e Abazaliut në malin e Tomorit e shumë teqe tjera. Teqe cilat kanë varre dhe njerëzit shkojnë aty, bëjnë kurbane për dikë tjetër veç Allahut, i lutën dikujt tjetër veç Allahut dhe kërkojnë ndihmë dhe kërkojnë shërim nëpër këto vende ku këto njihen si vende të ashtu quajtura të mira, por se janë vendet më të këqija të cilat i urren Allahu. Dhe një teqe tjetër që thot teqja e Dallmës e Haxhi Mustafa Baba. Thot ajo ndodhet në Kalan e Krujës dhe thuhet që kishte 360 varre të shenjta dhe njihej si Khurasan i vogël. Khurasan i vogël. Këto besimet bektashive vinë nga Irani, nga Khurasani, nga shiat e sotme. Pra, shehu thot, prandaj që duhet që njeriu të ruhet dhe të bëj kujdes nga fitnet dhe të këqijat. Allahu na ruajt. Dhe të gjitha këto kanë ardhur si shkak i largimit të njerëzve të mirë dhe i largimit të dietarëve. Për shkak se dituria është e mangët, është e pakët, janë përhapur dhe këto tyrbe dhe këto teqe. Prandaj çfarë thot shehu, pastaj ka njoftuar në fund të etherit, në fund të transmetimit, thot kur të vdesin dietarët dhe njerëzit e mirë tuaj, atëherë do të vinë njerëz të cilët janë njerëz ignoranta dhe do të marrin për gjykues logjikën e tyre. Pra gjërat do t'i gjykojnë me logjikën e tyre dhe me mendjen e tyre, sepse ata nuk kanë dije dhe kjo gjë, pra mospasja e dijes së tyre bën që e çon umetin humbje dhe shkakton shkatrimin dhe prishjen e tyre. Sepse njerëz të tillë janë ignoranta dhe nuk kanë dije që të kthehen tek libri i Allahut dhe tek suneti të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Sepse Kurani dhe suneti janë baza tek të cilat merret ligji dhe që ne i referohemi për të kryer adhurimet tona dhe për t'ju drejtuar Allahut azza wa jall. Ashtu sikurse ka ardhur në hadith, thot shehu, inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ubad. Allahu nuk e largon apo nuk e merr dijen duke e hequr atë nga robrit, por se thot e heq atë duke marr dietarët, pra duke vdek dietarët, derisa mos lëri asnjë dietar, atëherë njerëzit do të marrin për kryetar të tyre dhe për udhëheqës të tyre njerëz të cilën janë të paditur. Dhe ato do të pyeten dhe do t'japin përgjigje pa dije, do të humbasin vetët dhe do të çojnë humbje edhe të tjerët. Pra, si përfundim, shehu thot, prezenca e dietarëve është shenjë e mirësisë, ndërsa humbja e tyre është shenjë e të keqes. Dhe prezenca e njerëzve në këtë kohë të cilët i largojnë njerëzit nga dietarët dhe i nënçmojnë dietarët, si dhe flasin për nderin e tyre, atëherë kjo është ndër shenjat e kiametit dhe është prej shenjave që këto njerëz kanë mangësi në kuptimin e fesë islame. Prandaj e lut Allahun e lartësuar që na bëj për atyre që i përmbahen rrugës së dietarëve dhe i ndjekin ato dhe për çdo paqartësi që kanë kthehen tek ato dhe mos i nënçmojmë, pasi po u largohen dietarët nuk ka dyshim që vendin e zë ignoranca dhe se të vijë ignoranca aty përhapet shirku, bidati, gjunahet e tjerë.
Lusë Allah na bëj dobi me këto shpjegime të djetarit Sheh Fuzani, Allah rujt, dhe të përfitojmë prej tij. Mjaftohemi me kaq, me qëllim që mos zgjatemi, sepse tema që vjen është i çike gjatë. Allah është përbleth me të mira. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.